Një ditë do ta kuptosh se çdo bekim që pate ishte një përgjigje lutjeje që ndoshta as nuk e kujton më. Kështu vepron mëshira e Zotit. Të dhuron gjëra që nuk i kërkon, e të ruan nga ata që i do, sepse ai e di se çfarë është më e mira për ty. Falënderimi është t'i thuash Zotit: unë të besoj, edhe kur nuk e kuptoj.